O Edo, sa shkoj ora me? Është ora e një shansi të ri. Qa? Do hame? Pas një dyshim. Qa thume? Po e di qa do të thot kjo për mua? Po ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm. I rëndësishëm? Po e di ti kur kam gërnu për herë të fundit? Këtu e muaj të tërë më parë. Po ti, a do sakrifikosh të hasha të darkën sonde në Strasburg me Berishën? Pa asnjë ngurim. Jore! Jeni kaq të gatshëm të sakrifikoni të hani dark bashk për të mirën tonë? Po, ne jemi të gatshëm. Po nuk është Berisha ai që... Na ka shtyrë dhe mbajtur në këtë protest. Po pra, po qa do nga ne tani Berisha? Çfarë kërkon? Nuk kërkon asgjë. Ashtu? Si bëhet për ta thirrur për i kafe pra? Duhet i bëjmë një ftesë. Tani që ju të dy do të hani dark bashk, ne socialistët me demokratët, si i bie t'jemi? Motra dhe vlezër, Dhe kjo është e vërtet? e kundërta është e vërtet. E pra se u trema, ju të dy do të hani dark bashk atje, ne paqe dhe harmoni këtu, thash erdhi fundi botës më vlla. Ky nuk është domosdoshmërisht fundi. Tani, por me shujt koreshtjen, në darkën e Strasburgut, kuptohet që ti do të shash salën, do e hedhësh gjithë fajin ati, e tjera e tjera. Si mendon, po ai si do reagoj? Uroj dhe shpresoj që dhe para tjetër të ketë bërë apo të bëjt njëjtën gjë. Tani një urim, si neve që po dalim nga greva, si juve që do shkoni deri në Strasburg për një pjatë gjellë, na boj mirë dhe kështu mbledhshim nga hera me ty në krye. Të gjithë bashku. Amin. Dhe bëf shqefore se për këtë luftuam 3 javë rresht. Faleminderit.